I partisë. Lidhe me pronat, unë po përdor një shembull konkret fare të vogël për të kuptuar çfarë masakre kanë bërë këta njerëz. Familja, po më përdor një rast personal. E hallës time, janë pronar shumë vëllai nga fusha e Besanit, shumë vëllai toke. Kur erdhi Partia Demokratike në pushtet, thotë i bëre hallës, më thotë, "A marrëm çfarë tek kryetari pronat që ti paraqes hallët e mia që na ndihmoj ligjërisht brenda çdo lloj ligji, të marrin pronën tonë, e sa mund të marrim." Dakor, e njihëm pak atë. Edhe për shkak të punës time, thash, po krijoj mundësi ta takoj. Duke unë gjithë shkallë më tha, inshallah ky drejtori pronash familje pronarësh, se ata na qajnë hallën e na din hallën. I thash, ky vjen nga një vend që ky s'ka pas as ky vetëm gur ka pas shtëpi. Ky familje komuniste, thash, nuk ka lidhje. Mos më çakot. Tamam mos çakot dhe ka qenë vërtet. Pra, për të kuptuar që edhe Partia Demokratike, mi Partia Socialiste, po edhe Partia Demokratike nuk e trajtoi kurrë çështjen e pronës. Jo më të oran dakord për ligjin 7501? Do të thonë kështu që është drejta ajo domethënë që këto institucione të bazë sociale, siç janë prona dhe besimi. Po edhe ligji ka karakter sociologjik, plotësisht sociologjik. Edhe këto u shkatërron plotësisht siç ishte edhe nuk. Prandaj me këtu zoti. Megjithatë, po syç. Megjithatë fitim ne flasim shumë për dekomunistizim. Kemi ndërri dhe shoqata i ipen dhe fond. Nuk ka vlerë më, do të themi diçka. Unë kam pasur një korrespondencë me Brett Stevens. Jam le ta them të vogël fare. Brett Stevens ka qenë zënës editoriale editoriale në Wall Street Journal. Para shumë në vitin 2008. I bie 17 vjet. I flisim online me atë edhe kur kishte kohë se ishte shumë i zënë. Edhe I folëm për të punën e dekomunizimit tani këtë kështu, po të në 2008. Më tha më shkon, nëse nuk e keni bërë akoma, nuk ka as kuptim ta bëni më tha. Se ata tha kanë ardhur bitë e tyre tash, bitë dhe niprit. Çfarë do të thonë dekomunizim tash do largoni. Pra, ky është procesa që bëhet në kohën e dorë, bëhet në 10 vitin e parë. Absolutisht. Tani nuk ka vlerë. Kanë kemeru 3 çereku kanë vdekje. 3 çereku kanë. Po, këtë po them.